Lojni të frita? Me që me ty frita. A keni ftoft? Pak pas. Ka qenë edhe rregull të Këshillit Drejtues, natyrisht ka qenë një raport i vlerësimit të zgjedhjeve lokale, që kanë bërë Kryesia e Partive pas diskutimeve po miratuar nga Këshilli Drejtues. Natyrisht ka pas reflektim për ato që kanë ndodhur në zgjedhjet lokale, megjithatë ka pasur një njohje për ato që si partia ka politike në vend dhe ka një organizim për zgjedhjet e ardhshme, natyrisht me një tendencë për kontakte me shpeshtar me greke dhe me të tjerët, përgatitje adekuate normale për një parti politike. Vazhdojnë të jenë të mëdhej që kanë këtë zotëllime e zotëllime Krasniqi. Që ajo nuk është tema bosht e Partisë Demokratike, ata vazhdojnë të jenë si Këshilli Drejtues vendimin që ka marrë para pak se ka ndryshuar. Kërkesa e zërit Bashota për largimin e tyre, se s'është aprovuar. Është demokratike më kërku, po unë mendoj që Partia Demokratike nuk ka logjik të përjashtimit të njerëzve nga partia, ka logjik të ofrimit të njerëzve në parti. Keni çështje statutare për ata që mendohet që mund ta kenë prish partinë. Se ka prish partinë, por kush partia është e madhe, është e fortë, do të forcohet edhe më shumë, është demokratike, një parti politike bashkimi vullnetar, nuk është imponues. Jetojmë në demokraci. A është folë për ndonjë koalicion të mundshëm për zgjedhjet e ardhshme? Jo, besoj ne do të jemi si parti politike në koalicion, do dalim me partia e parë politike në vend dhe pastaj do të bëjmë koalicione të tjera. Atëherë hajde në pile kafe për me e